pyetje të tjera. Cigaria është mëkat? Cigaria është mëkat. Tani, shkrimi shemba mëson që nëse po flasim këtu, nëse personi që shkruan është i krishterë, Zoti na thot në fjalën e tij përmes apostujve që trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë. Pra Perëndia në dhjetën e vjetër jetonte në tempull, në fillim në tabernakullin e popullit Izraelit, pra 40 vjet në shkërtir, pra urdhëroi të bëhet tabernakulli, pra ishte një lloj tende. Kryeshin ritualet e adhurimit. Pastaj ky tabernakull me dalje në tokën e premtuar u bë tempulli, pra tempulli i Salomonit, ku kryeshin aty adhurimet. Pastaj, me ardhin e Zotit në tokë, sipas profecive në birin e tij Jezu Krishtin, Jezus i tha shkatroni këtë tempull dhe unë do të ndërtoj për 3 ditë. Pra ato flisë për ngjalljen e tij, për trupin e tij, pas kryqëzimit. Pra tempulli jetonte në Krishtin. Dhe kur priste skandalizuar, kur Jezusi pohoqi ishte biri i Perëndis dhe grisi rrobën e tij, në tjetër mënyrë u gris edhe perdja në tempull, pra në tempullin e Salomonit. U gris pas kryqëzimit të Krishtit, që thot pritëria e vjetër, tempulli i vjetër iku. Po pastaj Krishti u ringjall, sipas shkrimeve, u ngjit lart në qiell dhe u tha dishepujve të tij prisni në Jeruzalem dhe do merrni frymën e shenjtë. Dhe kur dishepujt morën frymën e shenjtë, pra Perëndia bëri banesë ta, dishepujt pra krishterët janë tempulli. Që vëlla apo motër, kushdo qofsh, nëse ti je tempulli i Perëndis, nëse i rilindur nga fuqia e frymës së shenjtë, dhe jeton sipas fjalës së Perëndis, atëherë duhet kujdesesh për tempullin tënd, që është trupi yt. Përndryshe të krishterët duhet kujdesen për shëndetin e tyre. Edhe nëse nuk duan, duhet kujdesen. Jo vetëm për shëndetin shpirtëror, por edhe për shëndetin fizik. Thot apostulli Paul Timoteut që për kujdesin ndaj trupit, ose stërvitja e trupit vlen për diçka. Ja ku e thot fjala, vlen për kujdesh për trupin. Por perëndishmëria, pra ana shpirtërore vlen për çdo gjë thot. Dhe lavdi Zotit. Pastaj për sa i përket cigares, unë kam ndarë një video për cigaren, mund ta shikoni çfarë mendimesh kam. Do thoja dhe do shtoja që çdo lloj varësie, pra nëse kemi varësi nga cigaria, nëse kemi nga lojrat elektronike, nëse kemi varësi ndonjë gjë tjetër, çdo lloj varësie është sklavari. Sepse Krishti na ka thirrur për të qenë të lirë, dhe jo të jemi sklavë. Kjo varësi është sklavari. Kështu që nëse jeni krishterë, mendoni çfarë do bënte Jezusi tani. Nuk pi Jezusi cigare tani. Tempulli është i shenjtë. I shenjtë do thotë që jeti pastër në gjithë.